Godina e Polit të Dijes në Korçë nuk do t'jetë thjesht një hapësirë fizike për një institucion, por një qendër që do të mbështesë zhvillimin e teknologjisë, kërkimit shkencor dhe ekonomisë. Kështu u shpreh Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, e pyetur nga RTSH Korça për funksionimin e këtij objekti të ri, duke e cilësuar atë si një nismë të rëndësishme të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Sipas Kumbaros, filozofia e Polit të Dijes bazohet në krijimin e një mjedisi ku bashkohen universitetet, biznesi dhe partnerët vendase të huaj për të zhvilluar ide dhe projekte inovative. Ajo theksoi se kjo hapësirë do të krijojë mundësi bashkëpunimi mes Universitetit Fanoli, sektorit privat dhe institucioneve të tjera akademike, duke nxitur zhvillimin e kërkimit dhe sipërmarrjes. Poli Dijes, siç e thotë edhe emri, është një projekt shumë interesant i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që në filozofinë e vet ka pikërisht zhvillimin, dhe jo thjesht një godin për një institucion, por një godin për një filozofi zhvillimi, dhe dedikuar për teknologjinë, zhvillim, kërkim shkencor, por edhe zhvillim ekonomik. Dhe ka hapësirën e nevojshme për të bashkuar energjitë, të cilat mund të vinë nga Universiteti i Korçës, mund të vinë nga sektori privat i biznesit, nga universitetet të tjera të huaja apo vendase. Ministri nënvizoi se Universiteti Fanoli do të ketë një rol kyç në funksionimin e Polit të Dijes, pasi cilësia e programeve të studimit dhe standardet akademike do të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij ekosistemi. Patjetër Universiteti i Korçës ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse varet nga cilësia dhe standardi që ofrojnë këto degë të Universitetit të Korçës për të krijuar hapësirën e tyre në Polin e Dijes. Por është një hapësirë e cila edhe ajo është kombëtare. Sipas saj, Poli Dijes do të ketë një karakter kombëtar, ashtu si edhe Liceu Kombëtar i Korçës, duke synuar të tërheqë talente, ide dhe bashkëpunime nga e gjithë Shqipëria. Ajo shtoi se suksesi i këtij projekti do të varet nga idetë, projektet dhe produktet që do të zhvillohen brenda tij, duke e shndërruar Korçën në një qendër të rëndësishme të dijes dhe inovacionit në vend.